Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani akuzoi Vlenin se ka dështuar në realizimin e premtimit për përshpejtimin e integrimit evropian të vendit. Sipas tij, pas 2 vitesh qeverisje nuk është bërë asnjë hap thelbësor drejt Bashkimit Evropian, ndërsa janë humbur mundësitë për shfrytëzimin e fondeve evropiane. Osmani tha se raporti i fundit i Parlamentit Evropian konstaton regres dhe kërkon zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe respektim të barasisë gjuhësore. Ai vlerësoi se zëri evropian i shqiptarëve në qeveri është dobësuar dhe për këtë fajsoi Vlenin. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim, në vend të reformave kemi improvizime dhe në vend të agjendës evropiane kemi politikë ditore. Kryesuesi i ri i Bashkimit Evropian Irlanda prezantoi agjendën e re dhe vendi jonë është i vetmi që nuk përmendet fare. Veçanërisht shqetësues është fakti se edhe mundësia historike që ofroi plani i rritjes së Bashkimit Evropian ka mbetur kryesisht e pashfrytzuar. Në vend që shteti të ishte lider në rajon në zbatimin e reformave dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane, sot kemi vonesa, realizim të pamjaftueshëm dhe mungesë të vullnetit mirëfillt reformues. Osmanit ju kundërpërgjigj deputetja e Vlenit Saranda Imeri Stafaj duke thënë se Osmani nuk ka kredibilitet të flasë për integrimin evropian, duke kujtuar se për 11 vjet ishte pjesë e qeverisjes së BDI-s me VMRO-DPMN, periudhë kur sipas saj procesi i integrimit në BE stagnoi. Nuk e di me çfarë fytyre del sot Bujari në konferenca për shtyp e flet për eurointegrime. Për 11 vite ishte pjesë e qeverisjes Ali Gruevski, pikrisht në periudhën kur proceset integruese dhe antarësimin në NATO ngecën dhe vendi mbeti në vend numro. Ndërkohë ndërmjetësi Nimitz vinte e shkonte në Shkup për çështjen e emrit, ndërsa rezultatet mungonin. Vetëm pasi qytetarët përfshirë edhe shumë shqiptar vendosën të votojnë ndryshe, një parti maqedonase dhe të ndëshkojnë politikat e deriatërshme, filloi reflektimi. Prandaj, para se të mbajnë ligjërata për eurointegrime, duhet të japin llogari për vitet kur ishin në pushtet. Ndryshe, rruga integruese e vendit kanë ngecur për shkak të ndryshimeve kushtetuese të cilat nuk po bëhen. Nga VMRO-DPMN për ndryshimet kushtetuese thonë se ato nuk janë kërkesa e vetme e Bullgarisë dhe se nëse ato realizohen, do të pasojnë edhe kërkesat e tjera.